Shikues të ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në Newsline, nisi me lajmet pasi del hapur kundër integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Partia Demokratike tenton të bllokoj edhe marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga bojkoti në kuvend. Tek gjykata kushtetuese, Partia Demokratike thotë se do të nisë betejën për të bllokuar Huan prej $302 milion, marrëveshje e cila do të forcojë dhe modernizojë ushtrinë shqiptare. Bojkoti nuk ishte rastësi. Partia Demokratike ka dalë hapur kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen e Huas $302 milion për financim ushtarak për Shqipërinë. Demokratët kanë vendosur të dërgojnë gjykatë kushtetuese marrëveshjen Shqipëri-Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kërkuar pezullimin e marrëveshjes dhe shfuqizimin e ligjit ratifikues në mënyrë që të bllokojnë Huan $302 milion që do i shërbej Shqipërisë për të investuar në pajisje ushtarake dhe modernizimin e forcave të armatosura. Pa din nuk e zbuloi Sali Berisha, autori dhe zdënsi i saj u bë kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi, i cili u justifikua se Partia Demokratike nuk do të prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk pranon që të shkelet kushtetuta e Shqipërisë. Në fakt, argumenti i vetëm i demokratëve është se nuk kanë lexuar dot marrëveshjen e Huas Shqipëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse ajo marrëveshje është konfidenciale me kërkesë të amerikanëve për shkaqe sigurie. Por tashmë Partia Demokratike, pasi ka dalë hapur kundër integrimit në Bashkimin Evropian të Shqipërisë, tenton të bllokojë edhe marrëveshjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dihet se autori është një dhe i vetëm, Sali Berisha. 2 muaj para i fitoi të drejtën për të aplikuar për vizë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thotë se do të shkojë në vjesht, por ende nuk dihet a do i pranohet viza apo jo, dhe për çfarë. Non grata nuk i është hequr, dhe kjo mjafton që të kuptohet se Sali Berisha nuk është as pak i kënaqur me ndryshimin e administratës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por përtej kësaj, ky është akti i radhës i një partie që prej 30 vjetësh i del kundër aleatit më të madh historik të shqiptarëve, Washingtonit. Për herë të parë, kryeministri Edi Rama ka zbuluar detaje nga njoja me dhëndrin dhe vajzën e Trump që nga takimi i vitit 2020 deri tek rrugtimi i interesimit për të investuar në Zvërnes dhe Sazan. Rama tha se projektet janë ende në proces dhe se po punohet për garantimin e standardeve mjedisore dhe përputhshmërinë me direktivat e Bashkimit Evropian. Për herë të parë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për rrjetin britanik televiziv Channel 4 ka zbuluar se si u njoh me Jared Kushner dhe Ivanka Trump në vitin 2020 dhe interesimin e tyre për investim në Zvërnec dhe Sazan. Rama e pranon se nuk ka dilema që i tha po menjëherë dhëndrit të Donald Trump, pasi Jared Kushner i kërkoi mundësitë për të investuar në Shqipëri. So I was invited to go. I went. Unë isha i ftuar t'i bashkohesha disa njerëzve në një jahtë që ndaloi në Shqipëri për të mbushur me karburant dhe që të shkonte në Maltëzi. Isha i ftuar dhe shkova. U njoha me Jared dhe Ivankën. Nuk e di nëse kishin dëgjuar më parë për Shqipërinë, por mund t'ju them me bindje se nuk ishin të interesuar për asgjë për Shqipërinë, në termat e interesit direkt. Ishin të interesuar për historinë. Dhe ku ishin? E para. E dyta, kur ndodhi disa muaj më vonë në Davos dhe Kushner shpreu interes për mundësitë për të investuar në Shqipëri dhe sigurisht që i thash po, si do i thoj ajo, është gjëja më normale për mua. Some months after in Davos I met Jared. Rama tha se ende nuk ka një projekt për Zvërnecin apo Sazanin. Imazhet në internet ishin vetëm një reklam e shkurtër, por procesi ka evoluar, ndërsa qeveria shqiptare po bën punën e saj duke vlerësuar ndikimin mjedisor. One of the most amazing. Kjo do t'jetë një nga gjërat më fantastike për Europën. Për një kohë shumë të gjatë, nuk i ka ndodhur shumë gjëra fantastike Europës prej një kohe tashmë, sepse do t'jetë jo çfarë gabimish njerëzit imagjinojnë, jo çfarë imagjinoni ju. Çfarë u në Instagram ishte thjesht një klip, projekti ka evoluar, procesi ka evoluar, tani janë përfshirë arkitektët më të mirë, dizajner pejsazhe që janë të famshëm për ligatina, në të njëjtën kohë po bëjmë vlerësimin e ndikimit mjedisor të pavarur nga ata, kështu që projekti nuk brutalizon një vend të bukur, qëllimi është ta rigjenerojë atë. Edhe një herë kryeministri garantoi se projekti do të jetë 100% në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian. It's good. It's very good. Është mirë, shumë mirë që Komisioni Evropian është i shqetësuar, s'mund të jetë ndryshe, dhe ne po negociojmë që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Thjesht ideja që ne po shkojmë në një drejtim me një projekt apo çdo projekt në drejtim tjetër që bie ndesh me direktivat e Bashkimit Evropian është absurd. Nuk jam i lënduar nga komentet për projektin. Çdo gjë është personale. Për mua kjo protest e qershorit, jo tani, është konfirmimi se vendi është në një nivel tjetër dhe i pasqyrë se çfarë duhet për të reflektuar. With European standards is preposterous.
Sa për protestën, Rama foli sërish për reflektimin e qeverisë, ndërsa kujtoi se vetëm 15 vite më parë, shqiptarët, kur protestonin paqësisht, vriteshin me plumba nga shteti. Amazing. Është fantastike për vendin, për shoqërinë, sepse në të njëjtin bulevard jo shumë kohë më parë, 15 vite më parë, njerëzit vriteshin me plumba të vërtet ndërkohë që protestonin paqësisht. Kam reflektuar shumë për këtë protestë dhe unë dal në konkluzionin që njerëzit nuk është çështje faktesh, është çështje e pritshmërive të larta që i nxjerr njerëzit në rrugë. Kjo është fantastike. Ndaj thash fantastike, kështu që unë i kuptoj ata. Reflected a lot upon this protest. Fluturimi me avion privat mbi një central bërthamor në Francë çoi në pranga biznesmenit shqiptar Ermal Beqiri i shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen e Akshit. Sipas mediave franceze, manovra e tij ngriti dyshimet e autoriteteve, të cilat gjatë verifikimit zbuluan se ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti nga prokuroria e posaçme shqiptare. Ermal Beqiri është e akuzuar nga SPAK për korrupsion, manipulim tenderash, pastrim parash dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve, Beqiri përfitoi tendera publik përmes presioneve ndaj konkurrentëve. Është arrestuar në Francë biznesmeni i shpallur në kërkim nga SPAK për dosjen e Akshit Ermal Beqiri. Lajmi është bërë i ditur nga mediat franceze. Ndaj tij në Shqipëri ishte lëshuar masa arrestit me burg prej prokurorisë së posaçme, ndërsa tashmë pritet që të ekstradohet. Ermal Beqiri rezulton se zotëron kompaninë Soft & Solution dhe akuzohet se përfitoi tenderin mbi 1.1 milion euro pas kërcënimeve që krau i djathtë Jërgy Sagasit i bëri një shoqëri të përfshirë në një nga garat e shumta. Hetimet e SPAK të nisura për çështjen e Akshit zbuluan edhe një yacht luksoz në pronësi të biznesmenit. Bëhet fjalë për një yacht vlera e të cilit shkon deri në 1 milion euro. Sipas SPAK, biznesmeni Beqiri ka vendosur këtë yacht në pronësi të Xhenila Tamizit, punonjëse e kompanisë Soft Solution, por prokurorët e posaçëm dyshojnë se yachti është blerë nga biznesmeni Beqiri. Në dosjen e SPAK, Tamizi rezulton se është personi që rekrutonte edhe stafin për kompaninë e Beqirit dhe më pas i transferonte te kompania e biznesmenit Jërgy Sagasi, i shpallur po ashtu në kërkim. Gjithashtu Beqirit janë sekuestruar 10 pasuri dhe disa llogari bankare të tjera të subjekteve, mes tyre trua dhe ndërtesa në Vlorë, në Tiranë, në Golem, biznese dhe automjete. Ermal Beqiri dyshohet se ka konsumuar vepra penale, konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishme e lirisë, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, si dhe pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, ndërsa më vonë i ushtuar dhe akuza e korrupsionit. Sipas mediave në Francë, Ermal Beqiri po fluturonte me një avion të vogël civil në mënyrë jo normale mbi centralin bërthamor. Forcat ajrore dhe hapësinore franceze ndërhyjnë menjëherë, duke neutralizuar dhe arrestuar shqiptarin, i cili aktualisht po mbahet në paraburgim. Mediat franceze raportojnë se një fakt i pazakont ishte se gjatë kontrollit fizik, forcat e rendit gjetën 3 pajisje AirTag të fshehura në rrobat e tij. Këto pajisje të vogla GPS-i të prodhuara nga Apple përdoren për të lokalizuar dhe gjurmuar objektet ose personat që i mbajnë me vete. Parahetuesve francez, biznesmeni shqiptar deklaroi se kishte gabuar në lartësinë e fluturimit, pasi ishte duke folur në telefon me nënën e tij në momenti kur po kalonte mbi centralin bërthamor. Ai është dënuar nga autoritetet e drejtësisë në Francë me 7.000 euro gjop për fluturim të ndaluar dhe më pas i është dorëzuar zyrës qendrore për luftën kundër krimit të organizuar, aty ku do të qëndrojë derisa të ekstradohet. Adnan Xholi është kandidati i parë që hyn zyrtarisht në garën për postën e prokurorit përgjithshëm. Prokurori SPAK ka dorëzuar aplikimin pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë së bashku me platformën e tij për drejtimin e organit qendror të akuzës. Xholi më herët ka garuar edhe për drejtimin e prokurorisë së posaçme, ndërsa tashmë synon mandatin 7 vjeçar si kryeprokuror i vendit. Prokurori i SPAK Adnan Xholi është kandidati i parë që ka shprehur interesin për të garuar për pozicionin e prokurorit të përgjithshëm. Ai ka dorëzuar aplikimin në Këshillin e Lartë të Prokurorisë bashkë me platformën ku ka paraqitur vizionin që ka për drejtimin e prokurorisë së përgjithshme. Kjo është hera e parë që Xholi kandidon për këtë pozicion, ndërsa më herët ka garuar edhe për drejtimin e prokurorisë së posaçme, por nuk ka mundur të mbledh shumicën e votave. Prokurori i posaçëm më parë ka mbajtur poste drejtuese në prokurori lokale si dhe për shumë vite ka qenë prokuror pranë ish prokurorisë për krime të rënda.
Gjithashtu, ai ka mbajtur detyrën e drejtorit të drejtorisë gjyqësore në Prokurinë e Përgjithshme dhe prej më shumë se 5 vitesh ka qenë drejtori i kontrollit të hetimit në institucionin qendror të akuzës. Afati i fundit i dorëzimit të kandidaturës është data 1 gusht në orën 00, ku më pas anëtarët e qeverisë së prokurorëve do të kenë afat kohor deri më 14 korrik që të verifikojnë se kush prej kandidatëve plotëson kushtet dhe kriteret e nevojshme. Sipas ligjit, KLP propozon vetëm 3 kandidatura dhe ja paraqet Kuvendit të Republikës për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri për një mandat 7 vjeçar. Kryeprokurori i ri do të zëvendësojë Olsian Çelën, të cilin i përfundon mandatin në dhjetor të këtij viti. Mbetje njerëzore janë zbuluar në Zubin Potok. Instituti Mjekësisë Ligjore ka nisur ekzaminime, ndërsa dyshimet paraprake lidhen me personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë, mes tyre edhe grupin e njohur si intelektualët e Mitrovicës, zhdukur në 1999. Autoritetet thonë se identifikimi përfundimtar do të kryhet vetëm pas analizave mjekoligjore dhe ADN-s. Mbetje mortore në fshatin Kalludër i vogël në komunën e Zubin Potok në Kosovë. Ato janë konfirmuar nga Instituti Mjekësisë Ligjore si mjorgjinë njerëzore, ndërsa janë marrë kampion për analizat të mëtejshme. Mjeku ditor Haliti tha se ekipet kanë dalë në vendodhje me urdhër të Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Së bashku me gjitha ekipet, së bashku edhe me Komisionin Qevetar për Persona Zhdukur, sektorin për hetimin e arkive të luftës, kuartet Departamentit për hetimin e luftës, komponentën e Oleksit të cila në kuadër të IML-s dhe kemi filluar punën për të bërë këtë vlerësim. Sipas vlerësime preliminare mund të konfirmojmë që mbetjet janë me origjinë njerëzore dhe se janë me interes mjekoligjor. Ndërsa udhëheqësi i njësisë Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Kushtrim Gara, tha se është ende herët për të dhënë më shumë detaje deri në përfundimin e të gjitha ekzaminimeve. Gjithmonë përpjekjen e vazhdueshme institucionale për të respektuar një drejtë elementare të familjeve dhe familjarëve të personave të zhdukur, është e drejta për ditë fatin dhe vendodhen me të dashurët të tyre. Sigurisht që do të presim përfundimin e gjitha me ekzaminimeve, proceseve zhvarrime dhe ekzaminime ligjore dhe çdo informacion pastaj që mund ndahet, sigurisht që fillimisht do ndahet me familjet dhe familjarët e personave të zhdukur, me gjithmonë kemi thënë për Komisionin Qevetar për Personat të Zhdukur, familjet dhe familjarët e personave të zhdukur, për personat të zhdukur, viktimat janë qendër të këtij procesi dhe pastaj do ndahet matutje për opinionin publik. Dyshimet janë se në këtë lokacion mund të jenë mbetjet mortore të grupit të njohur si intelektualët nga Mitrovica, të cilët rezultojnë të zhdukur në 19 prill të vitit 1999. Megjithatë, identifikimi i tyre dhe konfirmimi përfundimtar do të bëhet vetëm pas përfundimit procedurave të zhvarrimit dhe ekzaminimeve mjekoligjore. Ndërkohë, 2 serb të dyshuar në lidhje me këtë rast janë arrestuar të hënën nga policia e Kosovës. Një aksident tragjik në punë është regjistruar para ditën e sotme në Pogradec, ku një 65 vjeçar ka humbur jetën pasi u dëmtua aksidentalisht me një mjet prerës të tipit fresibël. Sipas informacioneve paraprake, viktima, Kristaj Çulaku, 65 vjeç, ishte duke kryer punime në banesën e tij kur ishte dëmtuar rënd. Ai u transportua me urgjencë në spital për të marrë ndihmë mjekësore, por nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra. Forcat e policisë kanë mbërritur në vend ngjarje dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar shkakun e aksidentit. Dy persona humbën jetën dhe 5 të tjerë u plagosën ditën e djeshme në 4 aksidente të ndodhura në rrugët e vendit. 4 aksidente rrugore, 2 prej tyre me pasoja fatale janë regjistruar gjatë orëve të fundit në vend. Një prej aksidenteve më të rënda ndodhi në një aks rural që lidh fshatin Bilaj me pjesën tjetër të fushkrujës. 2 automjete, një Volkswagen dhe një Benz u përplasën me njëri tjetrin. Si pasojë e përplasjes humbi jetën drejtuesi i Volkswagenit, Viktor Doda, banori i zonës ku ndodhi ngjarja. Sipas të dhënave paraprake të policisë, shkaki i aksidentit dyshohet të ketë qenë shpejtësia e lartë me të cilin lëvizte drejtuesi i automjetit tjetër, Kristian Laska, i cili mbeti i plagosur rënd dhe u transportuar në spitalin e traumës për ndihmë mjekësore. Një tjetër ngjarje e rënd u regjistrua në portin e Durrësit pra terminalit të kamionëve në zonën e skanerit. Viktima është 62 vjeçari nga Kosova, Nexhmedi Shabani. Ai kishte ndaluar kamionin dhe po priste në radhë për kontroll kur u godit nga një tjetër mjet i tonazhit të rënd, që drejtohej nga një 49 vjeçar nga Berati. Shabani u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të Durrësit, por nuk mundi të mbijetojë plagëve të marra. Ndërkohë në Korçë një aksident u regjistrua në lagjen numër 10, në zonën e njohur si Dritat e Verdha. Një automjet përplasi një karrocë me një fëmijë 1 vjeç e gjysmë, ndërsa nëna po kalonte rrugën. Drejtuesi i mjetit e transportoi menjëherë të mitur në urgjencën e spitalit të Korçës dhe sipas mjekëve, fëmia ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia vjon hetimin për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit. Vetëm pak orë më pas, një tjetër përplasje ndodhi në aksin nacional pushimi i shoferit
Fiershegan, në dalje të fshatit Rupaj, 2 automjete, një me targa greke dhe një me targa italiane, u përfshi në aksident pasi drejtuesi i mjetit me targa greke tentoi një parakalim të gabuar. Si pasojë automjeti tjetër përfundoi në kanal. 3 persona që udhëtonin në të, 2 bashkëshorë dhe djali i tyre u dërguan me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Policia avion ende punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, teksa monitoron gjithashtu edhe trafikun, i cili në këtë zonë është i ngarkuar. Italia e konsideron riintegrimin e Ballkanit në Europë një përparësi strategjike. Këtë e deklaroi ministri i jashtëm italian Antonio Tajani, i cili theksoi se po punohet për ta shndërruar rajonin Adriatico-Jonian në një nyje kyçe ekonomike, logjistike dhe energjetike ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Mesdheu, ndërkohë Shqipëria vijon të shënjojë përmirësime në rajon sipas indeksit evropian të gatishmërisë 2025, duke ngushtuar ndjeshëm diferencën me Malin e Zi, i cili vazhdon të kryesojë procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani deklaroi se synimi i Italisë është ta shndrojë rajonin Adriatico-Jonian në një nyje kyçe ekonomike, logjistike dhe energjetike ndërmjet Europës dhe Mesdheut. Deklaratat u bën gjatë aktivitetit presidencës italiane të strategjisë Bashkimit Evropian për rajonin Adriatico-Jonian. Ne synojmë ta bëjmë rajonin Adriatico-Jonian, bizneset dhe territoret e tij gjithnjë e më dinamik, si një motor të rritjes ekonomike dhe një nyje kyçe ekonomike, logjistike dhe energjetike ndërmjet Evropës dhe Mesdheut. Vizioni është të nxitet ribashkimi i Ballkanit me Europën. Ne do të forcojmë angazhimin ton për integrimin e Ballkanit në historinë evropiane, i cili është një përparësi strategjike absolute për qeverinë dhe për mua personalisht. Italia është gjithashtu në vijën e parë të mbështetjes për zhvillimin e korridorit të 8. Tajani e cilësoi këtë si investimin strategjik më të madh që Europa mund të bëjë, ndërsa theksoi se viti 2026 do të jetë vendimtar për realizimin e këtij objektivi. Ndërkohë Shqipëria ka shënuar një nga përmirësimet më të mëdha në rajon në indeksin evropian të gatishmërisë 2025, duke ngushtuar ndjeshëm diferencën me Malin e Zi, vendin që kryeson procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për 4 vite Shqipëria është ngjitur nga 5.1 pikë në vitin 2021 në 6.7 pikë në vitin 2025, e tani renditet vetëm 0.1 pikë pas Malit të Zi, i cili vlerësohet me 6.8 pikë. Në indeksin e besimit dhe stabilitetit vendi ynë vlerësohet me 8.5 pikë kundrejt 6.1 pikëve të Malit të Zi. Ky rezultat tregon një mjedis më të qëndrueshëm dhe më të besueshëm për investitorët. Shqipëria kryeson gjithashtu në treguesin e atraktivitetit dhe integrimit në treg me 9 pikë, 1 pikë më shumë se sa Mali i Zi. Indeksi vlerëson potencialin e ekonomisë për të integruar në tregun e përbashkët evropian dhe për të tërhequr investime. Edhe në treguesin që marrë zhvillimet më të fundit, Shqipëria renditet përpara me 6.4 pikë kundrejt 6 pikëve të Malit të Zi. Këto rezultate tregojnë se Shqipëria po ofrohet me ritme të shpejta, e mbështetur nga një klimë më e favorshme ekonomike, stabilitet më i lartë dhe një atraktivitet më i madh për investimet me Bashkimin Evropian. Mirë, jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Sezoni i rrushit në Fierë ka sjellë rritje të prodhimit dhe eksporteve drejt tregjive të huaja. Vetëm nga zona Libofshës, fermerët eksportojnë rreth 30 tonë rrush në ditë drejt vendeve të Europës dhe Ballkanit. Vreshtaria vijon të zgjerohet në qark, ndërsa këtë vit prodhimi është rritur me rreth 1500 tonë krahasuar me një vit më parë. Tokat me përbërje të pasur argjili dhe përkushtimi i fermerëve kanë bërë që në Libofsh prej më shumë se 10 vitesh të lulëzojnë vreshtat. E gjithë produkti shkon për eksport dhe vjelja nis në qershor për të mbyllur në fund të vitit. Këta bistak gjigant janë varieteti më i ri në vreshtat e familjes Meço. Mbi 10 lloje kultivarësh janë eksperimentuar deri tani dhe të gjithë kanë dalë me sukses. Në këtë mënyrë shtohet çdo vit lloji i rrushit dhe sipërfaqet me vreshta. Ky është një varietet, një rrush i bardhë që ka hyrë si vjet. Ky vit është viti i parë në prodhim. Do ta shikojmë se si do ecin ecurin ky. 2-3 kile vete si mas që se do ecin akoma. Është akoma i papir. Ky rreshti që ne jemi këtu është nga fillimi deri në fund me 4 varietete. Vetëm në një ditë nga vreshtat e Libofshës po eksportohen rreth 30 tonë rrush drejt vendeve të Europës dhe Ballkanit. Dritan Meço shpjegon se këtë vit ka super prodhim, por edhe cilësi më të lartë, megjithëse se çmimi është përgjysmuar, ndërsa shpreson që humbjet të rikuperohen me vjeljen dhe shitjen e varieteteve të tjera që vazhdojnë deri në dhjetor. Viti si vjet produkti është shumë i mirë, po vetëm këtë vit është çmimi që ka rënë çmimi. Shumë ka rënë, domethënë vjet në këtë kohë, rrushi Victoria është gjysmë çmimit. Nga që ka marruar me 1.3 ose 1.4 në këtë kohë kishte, si vjet po shitet me 700 lekë.
Ne po përpiqemi që çdo gjë ta bëjmë në mënyrën më të mirë, me produkt të mirë, pas përkatje, me këto biologjike. Në Libofsh vreshtat po kthehen në veprimtari kryesore të fermerëve, si përfaqja me vreshta ka kaluar 50 hektar. Në të gjithë qarkun e Fierit janë 1800 hektar me vreshta. Zonat ku kultivohet në mas rushi janë Libofsha, Mallakastra dhe disa fshatra të Lushnjës. Ishte gjithçka përgatitur për Newsline, ju mund të klikoni në abcnews.al, keni mundësi të gjeni aty të tjera zhvillime, në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vijim do t'jeni me kolegen Genta Dobra.